أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata cilët ndjekin rrugën dhe udhëzimin e tij. Të nderuar ndëgjues, edhe kjo është ligjërata e radhës nga zinxhiri I ligjëratave të para iftarit. Ligjërata me anë të cilave shpresojmë tek Allahu Azza wa Jall që s'pari ta këshillojmë vetveten e pastaj edhe tjerët, që ta përmirësojmë vetveten me anë të këtyre fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që në këtë muaj të shenjtë, muajin e Ramazanit, të jemi më të përsosur, më perfekt, me moral më të mirë, me edukat më të mirë, më të mirë për veti, po edhe për të tjerët. Dhe ajo që kemi zgjedhur për ju në këtë ligjërat është një këshill e një pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila sigurisht se ka të bëjë me këtë muaj shenjtë Ramazanit. Këshill e cila duhet praktikuar dhe zbatuar nga ana e muslimanit çdo herë, gjithmonë, jo vetëm në këtë muaj të shenjtë, po edhe në muaj tjerë. Mirë po, shtimi I kësaj këshille, praktikimi I kësaj këshille të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë muaj, sigurisht se shpërblimin e ka shumë më të madh, siç e kemi theksuar edhe më herët. Dhe kjo këshillë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka të bëjë me një virtyt I cili kërkohet nga çdo njeri, virtyt I cili kërkohet nga çdo musliman. E ai virtyt është që muslimani të jetë në shërbim të muslimanëve të tjerë, të jetë në shërbim të vëllaut vet, të jetë në ndihmë të tij, të sakrifikoj vetveten, punët e veta, në mënyrë që ta gëzoj dikë. Sepse futja e lumturisë dhe e gëzimit në zemrën e tjerëve është prej virtyteve të larta, është prej tipareve të çmuara, është prej punëve të lavdruara, me anë cile njerëzit edhe përmendën për të mirë. Ka njerëz që dallohen me këtë virtyt, ka njerëz që dallohen, veçohen me këtë punë. Edhe kjo I bën të dashur njerëzit më shumë në mesveti, I bën shembuj, mostër. Është diçka që Allahu Azza wa Jalla kërkon për gjithë njerëzve. Edhe pse në këto kohë në cilat jemi duke jetuar, të rrallë janë të atillët të cilët janë gjendje me qenë shërbim të dikujt pa ndonjë interes për kësaj bote. Të rrallë janë të atillët që janë në shërbim të dikujt, janë në ndihmë të dikujt, mundohen me kry punë dikujt. Për hir të Allahut Azza wa Jall, pa interes, pa lëvërdi të kësaj dynjaje. Kjo këshillë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një këshillë shumë e madhe për ata që kanë mendje dhe logjik. Është një këshillë që ndoshta do të më ushkru me ujë të arit edhe të argjendit.
Është një këshill që secili duhet me rezervu edhe me dëpunu në zemrën e vet. Këshill e cila të bën dobi ty o musliman këtë dynja dhe në ahiret. Këshill për cilën Allahu Azza wa Jall shpërblen to edhe në dynja dhe në ahiret. Sepse Allahu Azza wa Jall nuk i humb shpërblimet e atyre cilët bojnë mirë. Një e mirë e veprave të mira që i bëjmë ne në këtë dynja është se Allahu Azza wa Jall për to jo vetëm që na shpërblen në ahiret, po dhe na i shton të mirat, na i shton begatitë e tij edhe në këtë dynja. Duke pas parasysh këtë parim, duke pas parasysh këtë themel, duke pas parasysh këtë fundament fetar, atëherë besimtari duhet me qenë i kujdesshëm të. Duhet me u kujdes për to që mos me harru, mos me anashkalu, me pas gjithmonë parasyve ti, gjithmonë me pas në kokën e ti, mendjen e ti. Edhe sa herë që ti ofrohet mundësia me qenë shërbim dikujt, në ndihmë të dikujt, mos me hezitu fare hiç. Po, me qenë prej të parve, prej atyre që garojnë se si me ndihmu dikujt. Me qenë një moto që vazhdimisht e ka në kokë, edhe momentin që i ofrohet mundësia me ndihmu dikujt, ai nuk heziton fare hiç, nuk është neglizhent. Po, me gjitha gjymtyrët e tij, me gjithë zemrën e tij, mundohet që me ndihmu dikujt. Vërtet, i cili thash pak më herët, është mungesë. Të rrallët janë të atyre cilët janë të mveshur, të zbukuruar, të dekoruar me këtë virtyt, me këtë tipar, çmuar tek Allahu Azza wa Jall. Më smirti shpërblimin e saj, të mirën e saj, vlerën e saj, lavdrimin e saj, e shpjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot në një hadith të gjatë, kur është pyet se kush janë njerëzit më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është përgjigj, nuk është ndal vetëm tek një përgjigje e shkurt, por thënë se filani, cilët bojnë një punë posaçme të veçantë, janë më dashur tek Allahu Azza wa Jall. Po ka vazhdu edhe e ka shpjegu atë vepër që është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Një prej veprave më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Është ndal edhe e ka shpjegu mirë, detajisht, për çka? Që më na i mbill neve në zemrat tona, në kokat tona, se çfarë vlere të madhe ka kjo çështje, ky virtyt për cilën jemi duke fol. Pra kur shpyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se cili është njeriu më i dashur tek Allahu Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: Ahabbu an-nas ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur tek Allahu i lartësuar është ai më i dobishmi për njerëzit. Ai i cili është më i dobishmi për njerëzit, i cili është në dobi të tjerëve. I cili nuk shyr që shërbimet e tjerëve me i pas pik interesi kyç. Çdo fjalë që nxjerr prej gojës, jo vetëm ndihmën me gjymtyr apo me mundi, me lodhje, po edhe fjalë që nxjerr prej gojës mundohet me nxjerr interes për soi. Jo, ky person nuk është më i dashur tek Allahu. Personi më i dashur, njeriu më i dashur tek Allahu Azza wa Jall është ai i cili është në dobi të njerëzve. Mundohet vazhdimisht me ju bë mirë njerëzve. Ky është njeriu më i dashur tek Allahu. Si bëhet? Si ka mundësi me qenë njeriu në dobi të njerëzve? Çfarë janë ato vepra që njeriu duhet me qenë? Apo ka mundësi me qenë në dobi të tjerëve? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të hadithit: Wa ahabbu al-a'mali ila Allah Azza wa Jall sururun yudkhiluhu ala muslim. Vepra më e mirë, vepra më e dashur tek Allahu i Madhërisht, vepra më e dobishme tek Allahu Azza wa Jall
është gëzimi që ti o njeri e fut në zemrën një muslimani. Kur ti me anë një pune e gëzon një musliman, ti dije si më i dashurit tek Allahu azza wa jall. Kur një njeri është në probleme, është në sprova, është në telashe, në kriza, në situata ndryshme, pa lakmueshme, ti shkon edhe nxjerr ato, e gëzon ato, ti je njeriu më i dashur tek Allahu azza wa jall. Thot në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au yakshifu anhu kurba, thot apo jahjek atina një piklim, një problem që e ka ai. Kur ti vepron kështu, je më i dashuri tek Allahu azza wa jall. Kur një njeri është me një gjendje të vështirë, e ka një smund familjen e vet, edhe nuk ka mundësi atë antarët familjes me dërgu në shërim, vdes nga mos mundësia me dërgu në shërim, ti shkon edhe ja largon gjitha harxhimet e shërimit, gjitha harxhimet e mjekimit, i hajik. Ti je më i dashuri tek Allahu azza wa jall. Ti je më i dashuri tek Allahu azza wa jall. Kur dikush e ka një problem, ka frikë nga dikush, se mos po e dëmton, mos po e largon nga puna, mos po ja ndal rrezikun, mos po ja dëmton dikon prej familjes, edhe ti ja zgjidh atë problem që e ka ai. Ja zgjidh atë problem që e ka ai. Ti je njeriu më i dashur për njerëzve dashur tek Allahu azza wa jall. Vepra jote është më e dashura tek Allahu azza wa jall. Edhe kështu ki mundësi me qenë musliman i mirë. Edhe kjo është punë e fesë. Edhe kështu ti e shpreh atë fetarizmin tënd. Islami nuk është vetëm me namaz, me zeqat, me haxh, këto janë obligime, këto janë kushte që Allah azza wa jall na ka obliguar me to, që patjetër duhet mi kry. Mirë, po prej Islamit është kur ti je në shërbim tjerëve gjithashtu. Kur ti e nxjerr dikë prej krize. Kur ti i ndihmon dikujt, ja zgjidh një problem i cili është i pasgjithshëm për to. Thot vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au yaqdi anhu daynan. Prej veprave më të dashura tek Allahu azza wa jall gjithashtu është kur ti dikujt ja lan borxhin. Fjala pejgamberit. Kur ti dikujt i cili është i zhytur në borxhe, vazhdimisht sa lan një borxh ka një tjetër. Jeta ju ka vështirësu prej borxheve, cilat Allahu azza wa jall e ka sprovu me to. Allahu azza wa jall e ka sprovu me to. Sepse borxhet, që shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, janë pikëllim natën, kurse në çmim ditën. Pikëllim natën, breng natën, për shkak se njeriu nuk fle natën prej brengave të borxhit, si me i la borxhet. Për ata cilët kanë dëshirë me loj borxhet, kurse është në çmim për to gjatë të ditës, sepse momenti që takohet me borxhliun, ai skuqet. I ka kalu afati, kur duhet me la borxhin, ai s'ka mundësi me la, i vjen turp me dal para borxhliut vet. I vjen turp me dal për ati që i ka marrë borxh, e largon rrugën, ik prej rrugës, për çfarë është në çmim për to. Kur ti për hir të Allahut azza wa jall, shkon edhe ja lan borxhin dikujt, i ndihmon atina, duke ditë se ai e ka niyetin me la borxhin, po nuk ka mundësi. Allah azza wa jall akoma nuk ja ka lehtësu ati, nuk ja ka zgjenu rrezikun që me la borxhin, ti ja lan ati borxhin. Kjo vepër është prej vepra më dashura tek Allahu azza wa jall. Shpërblimi i saj është i madh shumë.
A e dini cili është një prej shpërblimeve kur dikush dikujt ja lën i borx? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se gjysma e këtij borxhi që ti ja ke lë atina, shkruhet sadaka. Gjysma ati borxhi që ja ka lë ati, shkruhet sadaka. Thot vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au yutradu anhu ju'an. Dikush është i uritur, edhe ti shkon edhe i jep ushqim atina. Kjo është prej veprave më dashur tek Allahu. Kësaj pas ke mundësiti me qenë prej njerëzve më dashur tek Allahu. Sa njëri sot është i uritur në mesin tonë. Nuk ka çka me hongër, nuk ka çka me pi, nuk ka çka me ushqy fëmijët e vet, nuk ka me çka me i vesh, nuk ka me çka me majt gruën e vet. Kurse ti je i zhytur në të mirat e Allahut azza wa xal. Edhe nuk do me ndëgju për tjerë. Qëse do me u bo prej më dashur tek Allahu azza wa xal, atë largoja urin tjerëve, mos menovesh për vete. Let jetë brenga jote se si me ushqy edhe tjerët, jo vetëm vetën tonde, familjen tonde. Thot vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa li an amshi ma akhin fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid, yani masjid al-Madina shahra. Thot edhe me es me një vëlla timin për një nevojë tina. Dikush e ka një nevojë, nuk ka mundësi atë nevojë me kry vet. Edhe ti shkon edhe ka për dore. Apo shkon të shtëpia e tij, edhe i thua filan filani, kom një që e ki një dert, s'po mundesh me kry. Mu ma merr menje që muj me ta kry. Hajde, es me mu, me veturën time, për hir të Allahut, unë të çoj ta kryj atë punë. Unë eci me ty, ven mas veni. Ku është nevoja, unë kam e qenë me tyje. Kjo vepër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më e dashur për mu sesa me bo itikaf. Sesa me bo itikaf një muj në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është itikafi? Itikafi është kur një musliman muajin e Ramazanit shkon në mshelet në xhamin e pejgamberit, apo në Qabe, apo në Kuds, apo në xhamije të tjera të Allahut azza xal, edhe mbyllet me një vend, me një çosh, edhe lexon Kur'an, fa namaz, bën istighfar, tobe, pendim, edhe lën dynjan kryesisht për një muaj. Shpërblim shumë i madh. Shumë sakrificë e madhe dohet për me bo një musliman këtë punë, një muaj ditë në xhamit Allahut. Me uqu ti, për hir të Allahut, për rizat Zotit, me qenë shërbim dikujt, me ka për dorë me thonë se unë e ti kry punët e tua, është më dashur të Allah edhe të pejgamberi, sesa është sevap, më i madh të Allah edhe të pejgamberi, sesa me bu itikaf, një muaj ditë, që ti badet me një xhami prej xhamijeve të Allahut. Allahu akbar. Çfarë shpërblimi i madh. Çfarë shpërblimi i madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, në vazhdim, duke përshkruar cilësitë e atyre njerëzve që janë më dashur tek Allahu xhel, më dobishmit për njerëzit. Thot: "Wa man katafa ghadabahu satara Allahu awratah." Kush e ndal, e përmban nervozën e tij, hidhrimin e tij ndaj dikujt, dikush i ka bo padrejti, dikush e lëndon me fjalë, ky e përmban vetveten. Satara Allahu awratah, Allahu azza wa jall tmetat e tina, gjunahet e tina që i ka, gabimet e tina janë mbulon para njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej lutjeve që i ka bën mëngjes edhe mbrëmje,
tek Allahu Azza wa Jall, thonë ja Rob, mbulomi tmetat e mia para njerëzve. Kullu ibn Adem khata, o khairul khata'in tawwabun. Çdo bir i Ademit është gjunaqar. Nuk ka njeri që s'bën gjunah. Po më i mirë për të është ai që pendohet. Do thotë, s'ka njeri që s'po bëj ka gjunah. Cili është prej neve ai cili ka dëshirë që të tjerë mi ditë gjunahet e tina, me ditë kon tmetat gabimet e tina. Askush s'ka qef. Tradh janë ata. Ata cilët i zbulojnë gjunahet e veta që i bojnë ditën apo natën, pejgamberi sa ka thonë hadith se ata janë të pafalshëm. Sepse ka thonë në një hadith sahih, kullu ummati muafa, se cili për ummeti tem është i falur, pritet me ju falë atina, përveç atyre cilët i shfaqin gjunat e veta. Bën gjunat ditën, natën burët para shoshnis vet, para shokëve vet, thotë në kumbo këtë punë dhe këtë punë. Bën gjunat natën, nesër mëngjes burët para shokëve vet, thotë në kumbo këtë gjuna. Ky grupi njerëzve thotë pejgamberi sa janë të pafalshëm. Ata cilët mburën me gjunat, me mëkatet e veta, janë një grup i vogël, janë të rrallë. Mi po shumica e njerëzve nuk kanë qef që tjerë mi ditë gabimet e tyre. Nëse ti e përmban vetveten, nervozën tënde që ki, zemrimin tënd që ki ndaj dikujt, e përmban e ndal, Allahu Azza wa Jall si shpërblim, ta jep ty çka, ti mbulon gabimet e tua para tjerëve. Ti ruan ato, nuk ti zbulon ato. Thot në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa man qadhama ghaydhahu walau sha'a an yumdihu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Kush e ndal hidhrimin e tij, kush e ndal zemrimin e tij, kush e ndal urrejtin e tij që ka ndaj dikujt, edhe ka mundësi me shfaq, po nuk do me shfaq, e ndal e përmban vetveten. Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, zemrën e tij janë mbush me shpresë. Çka do? Kjo është për gëzim për besimtarin se në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall ka më dhënë shpresë ty që Allahu kemë qenë i shlirë, ku gjithë tjerë kanë më brengos për mëkatet e veta. Në ditën e gjykimit, para Allahut Azza wa Jall, ti kemë qenë i lirë, ti kemë qenë i shlirë. Pse? Se i ki boni punë për hitë Allahu Azza wa Jall në këtë dynja, që Allahu Azza wa Jall me to ka më shpërbly në ahiret. Kemë qenë rahat. Kjo vepër, kjo cilësi, që mja falë tjerve, me ndalë zemrimin, me përmbajt vetën, mës më shfaq ato, kjo kërkohet edhe mujt tjerë, jo vetëm mujt Ramazan, mi po në mujt Ramazan është akoma me kërkuar, hala ma shumë kërkohet prej teje. Hala ma shumë kërkohet prej teje. Dëgjoni një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili vallahi ndoshta do të më shënu në krye çdo dere edhe me majt men ata kur mos me harrua. Që shumë njerëz janë larg prej tina. Shumë njerëz janë larg prej tina. Shumë njerëz janë zemërfyt edhe mendojnë që çdo padrejsi që tjerë u abojnë, duhet ma kthy asisoj. Me padrejsi. Kjo është gabim i madh shumë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e këshillon një prej shokëve të vet, këshillave të arta. Thot, ja Uqba, o Uqba, emrin e ka pas ai sahabi Uqba. Thot, sil men qata'aka. Nëse dikush të ka izolu, të ka bojkotue, ti mos ja kthej atina me izolim, me bojkotim, po shko vizitoj ato. Ai të ka bojkotu ti ktheja me të mirë, shko vizitoj. Bëno i mshirshëm me të. E vështirë apo? E vështirë sepse i nati njeriut që shejtani e syt, nefsin i tina shumë i madh. Probleme luftuar. Çam ka boj mu, qysh unë më kthy atina me të mirë. Thot, wa a'ti man haramaka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jepu atyre që të kanë ndalu, atyre që s'kan dhënë tyje. Allahu akbar. E din që dikush i kon nxorr, i kon vështirësi, ka pas mundësi me ndihmu, ke shku i ke kërku atina, ndim, ai nuk ka dhënë ndim,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kërkon prej teje o musliman që ti mja kthye ti me të mirë. I jep atina edhe pse ai ty ta ka ndal bukën. Edhe pse ai ty ta ka ndal ndihmën. Wa'fi amman dhallamaka. Edhe falja atyre që të kanë bu pa drejtësi. Falja atyre që të kanë bu pa drejtësi. Mi po çka? Gjitha këto cilësi që i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, njeriu t'i japin krenari. Njeriu e ngrisin me ta. Njeriu ngritet me ta në sytë e tjerëve. Nuk e nënshmon njeriu kur tregohet kësoj, kur e lidh ato që i ka bojkotu, kur e viziton ato që i ka bojkotu, kur i jep atina që nuk i ka dhonë, kur i fal atina që i ka bo pa drejtësi, mos menon që është e nënshmu vetë vetën. Asesi. Përkundrazi, ti ke me qenë shumë më i mirë se ai, shumë më lartë se ai. Edhe ai vet ka me pa që ti je më i mirë se ai. Edhe ai vet ka mu pendu për ato të liga që ty ti ka bue. Tek e fundit, kjo është ajo që Allah azza kërkon prej neve, që soi shto dashurien mes neve alo më shumë. Ti ke me qenë shembull në devotshmëri për të tjerë. Ke me qenë shembull në devotshmëri për të tjerë. Thot në vazhdim hadithit pejgamberit në atë hadithit parë gjatë kur flet se kush është njerëz më dashur tek Allahu, thot për atyre që janë më dashur tek Allahu gjithashtu, wa man masha ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu. Ai i cili es në nevojën në një vëllai vet derisa ta kryejë krejtësisht. Derisa ti përfundon krejtësisht. Do thon pejgamberi sa sa këtë hadith në dy paragrafe të veçanta, po me paragrafin e dytë po e vërteton, po e konfirmon hala më shumë ato të parën, që e përmeni, që tha se me ndihmu dikujt, me qenë shërbim dikujt, është më dashur për mua se më bë itikaf një muj ditë në xhamin time. Kush hesot pejgamberi në vazhdim të hadithit, me vëllaun e tij, për nevojat atina, derisa ti kryej ato, athbat Allah qaddamahu yawma tazulu al-aqdam. Allah azza jall i forcon atina komt atë ditë kur kanë mudridh komt, kur shumë njerëz kanë mërshit për shkak veprave tyre. Ditën e gjykimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon hadith, njerëzit nuk kanë më qenë të lirë derisa të pyeten për 4 sene. Për jetën e tij që ka kalu, për pasurinë e tij që ka fitu, për pasurinë e tij që ka harxhu, çka e ka harxhu, edhe për dijen e tij si ka punu me ta. Dikush ta ka kallëzu një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka me bo, si me qenë më i mirë tek Allahu azza wa jall. Ti ke ditë, po nuk e ke përfill, i mirë ti për vetja det. I mirë ti për veti. Dikush ta ka mësuar një hadith që do të më afal njerëzve. Do më afal zullumin, bojkotimin, ndalesin që ta kanë bëu ty. Ti ke përfill ato jo, ke thonë se ç'kjo është më e mirë. Ke shpreh i nati. Ke shpreh i nati. I mirë ti për veti. Nëse e ke të kundërtën, Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit ka më bëu të fortë, ka më të bëu. Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit ka më të bëu të fortë, qëndrueshëm, stabil, nuk ke me pas frikë hiç, kur gjithë tjetër kanë me pas frikë, nuk kanë me di se ka e kanë kryet edhe ka e kanë komt. Dhe thot pejgamberi sa në vazhdim, pjesa e fundit, paragrafi i fundit i hadithit. Thot, wa inna su'al khuluqi yufsidu al-amala kama yufsidu al-khall al-asal. Allahu akbar. Dhe pa dyshim se morali i keq, edukata e keqe, sjellja e keqe i prishin veprat e mira që i ka njeriu, ashtu që e prish uthulla mjaltin. Me marr uthull me qit mjalt i prishet. Morali i keq i njeriu, shamet e tina, fllisësinat e tina, i prishin veprat e mira që i bën ai. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith sahih, dhe hadith shumë interesant, edhe i fundit, dhe me këto përfundoj. Hadith
cilin se cili duhet me ja kushtu vëmendjen. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën e gjykimit vihet me një njeri i cili në këtë dynja ka bërë punë të mira shumë, ka fal namaz, ka xhiru, e ka vënë zakatin, e ka kry haxhin, edhe punë tjera të mira. Mirë po thot, e ka shoh ata, e ka ofendu ata, i ka bërë zullum atina, ja ka hongër drejtën fëmijëve të vet, drejtën e jetimit, nuk i ka këshyr prindët e vet, e ka bërë ato këto, thot ketë me anë që të nëve i prish ato veprat e mira që i ka bërë, i hup, i ka zgjësu, i ka tret, me çka? Me moralin e tina të keq. Me moralin e tina të keq. Allahu azza wa jall na ruaj prej moralit të keq. Allahu azza wa jall na i ruaj veprat tona. Allahu azza wa jall na ruaj prej veprave të këqija të cilat i azhësoj me to veprat tona të mira. Allahu azza wa jall na bët prej më dashurve tyre. Allahu azza wa jall na bët prej atyre të cilët janë vazhdimisht shërbimtierve. Urdhroni edhe vazhdoni ndihmoni njerëzve këtë nuj ashtu që keni filluar në fillim. Jeni shërbimtierve, këshirni e tjerë. Kush është ai i cili e ka një borxh që m'ia la? Kush është ai i cili është me një krizë që ka nevojë për shërim? Kush është ai i cili nuk ka me hongër me pi? Kush është ai i cili nuk ka me këshir fëmijët e vet? Troket nder të njerëzve. Pyet për njerëzit. Këshir kush është ai ihtiyaçli? Ai është nevojli që ti do të më ndihmu. Ki mundsi më ndihmu? Ndihmoj. Nuk dobësohet, nuk zbehet, nuk paksohet pasuria jote nëse ti jep dikuna sadaka, zeqat, i nimon me jep me hongër, me pi, i alon borxhin, i ablin do ilaçe, asisi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot hadith, ma naqasa malun min sadaqa. Nuk paksohet pasuria prej sadakas, përkundër shtrohet. Pasunia shtohet, kjo është ka prej bereqetit Allahut azza. Ndoshta për ty o njeri është e pakuptueshme, çish ka mundsi me hjek një copë pasurisë teme, ja dhon dikuna edhe me mushtu mu pasuria. Këto punë nuk shkojnë me matematikën tonë dhe ti çish e mendon, po kjo është matematika e Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall për hir të kësaj sadakas tonë, për hir të zeqatit tën, ta çon në rrezik, në derë të rrezik tjera ka që ty çtohet pasunia. Kjo është matematika e Allahut azza wa jall. Jo matematika e logjikës njerëzit. Lutim Allahun azza wa jall që na i shtoj veprat e mira në këtë muaj të Ramazanit. Që na i pranoj ibadetet, punët e mira. Allah azza wa jall është ai i cili dëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.